Përshëndetje, ja ku jemi sërish së bashku në këtë video, ku unë sot do ju tregoj juve se si të bëni çantë në shtëpi vet me perla. Pra me këto këtu. Unë i kam marrë produktet që më duhen, i kam gati. Për të gjithë ju që nuk e keni parë videon e mëparshme, unë e kam sqaruar dhe ju kam treguar se në videon sot do bëja një çantë për ju që t'ju a tregoj. Domethënë çantën e kam për vete. Jo për ju. Më vjen shumë keq, të doja shumë të bëja shumë çanta sa t'ju adhuroja të gjithë gocave të mia që më komentojnë pa u lodhur dhe gjithmonë më motivojnë për të bërë video të ndryshme. Siç e kam thënë përpara, kjo video është çanta e dytë që unë po bëj, domethënë po krijoj vet. Kam bërë një çantë më përpara, por atë e kam në Shqipëri. E kam bërë me perla në ngjyrë boqelli. Roza janë, nuk janë perla në fakt, se perla besoj që janë vetëm këto. Edhe kam bërë atë çantën, e kam lënë atje, por nuk e kam bërë shumë të bukur, sepse ishte çanta e parë dhe unë mësova dorën. Tani unë do punoj këtu tek krevati, kam lënë dhe kamerën aty që ju të shihni. I kam hedhur rozat këtu, te kjo kutia e kremrave. Edhe tani do filloj nga puna. Më duhen gërshar, unë mora këto se s'po gjeja ato të mëdhat. Më duhen këto spangot. Edhe çam duhet tjetër, edhe kjo çanta që të mas pjesën e rozave që do vë jashtë. Po filloj direkt atëherë nga puna, e di që kjo video do jetë shumë e gjatë, nuk e di do keni nerva apo jo ta shikoni. Për që do ja shpjegoj çdo gjë që do bëj, që t'jetë më e thjeshtë edhe për ju, kur ta krijoni vet. Dhe pse më besoni nuk është shumë e vështirë. Atëherë këtu janë dy, por unë një dua. Po marr pak spango, si fillim. Okej, unë mora kaq. Edhe bëra kështu ndysh. Dhe tani do vë perla roz. Atëherë, unë i kam bërë 2 rreshta dhe nuk i filmova sepse isha duke i numruar ndërkohë sepse kam bërë një gabim, që është këtu. Ky duket shumë i bukur kështu, por ky vjen duke u zgjeruar për faktin se unë nuk i numrova me mendjen se sipas mendjes time do dilte në rregull. Por në momentin kur kjo do ngrihet, do vi kështu, vjen duke u zgjeruar pjesa sipër dhe i bie nuk është për këtë lloj çante që është e drejtë, është për çanta që janë kështu, si në formë trekëndshi. Pra do vinte kështu. Dhe kjo do të vije drejt. Dhe tani unë e kuptova dhe kam bërë këtë. Por nuk arrita ta filmoj sepse nuk doja që t'ju tregoja dhe juve gabim. Atëherë, unë kam marrë pjesën e rozave roz, jo këto me të bardhë, kam marrë pjesën e rozave roz, kam bërë 45 roza dhe i kam ndarë nga 5 secila, që janë këtu, që janë 2 roz dhe një bardhë këtu në mes. Dhe i kam ndarë 4 këtu poshtë, tek e 5-ta kam vënë fillin. Pra po vazhdoj t'ju tregoj tani duke punuar, t'ju tregoj dhe juve të saktë, në mënyrë që dhe ju të mos bëni gabime. Si fillim po marr pak spango. Do ta pres. Kam marrë kaq atëherë. Dhe po vendos rozat
Po vendos një herë 3 roz. Po vë një të bardh. Po vë prap 3 roz dhe një të bardh dhe kështu po vazhdoj. Po vazhdoj ende sepse do më që të bëhet pjesa e rrethit. Do i kështu derisa ta arrij masën që më duhet për çantën. Pra do ta mas në bazë të kësaj. Po e mas njërë tani. Se kjo do vi në mënyrë rrethore, pra kështu. Pra do vi anës kësaj, që i bie do më, do edhe pak, po. Më të doj dhe një 4 roza pësaj. Gjithsesi unë do t'i numroj dhe duhet t'rregoj edhe juve se sa kam bën gjithsej. Ju nuk është se do e bëni fix si mua, do me thënë me këto numra, por duhet të dini pak a shumë të mos humbisni numërimin edhe duhet patjetër të numërohen rozat dhe kur i punon, duke vazhduar duke punuar dhe duke i numëruar sepse mund të ngatrohesh në një dhe nuk del çanta ashtu si duhet. Mund të dalë e shtrënt ose ku diun. Pra jo e bukur. Po vë dhe një të bardh edhe besoj se u bë. Ok, tani është në rregull. Këto bashkohen bashkë me njëra tjetrën. Pra është fix. Po i numroj këto dhe po ju t'rregoj se si do vazhdoj me rreshtin e dytë. Atëherë në bazë të kësaj, unë e mata, edhe mua më vinin 48 roza, gjithsej, por duke qenë se unë ndarje do t'i bëj nga 7, që i bie 7 ndarje, të jenë nga 7, shtova dhe një ruaz tjetër që të bëhen 49. Pra shtova 2 të bardha, megjithatë nuk besoj se ka problem dhe nuk do duket keq mendoj në çantë. Edhe tani për t'i bashkuar këto, do t'a kap të kjo pjesa këtu në fillim, pra kështu. Gjithmonë duke punuar dhe duke shtrënguar këtë spangon në mënyrë që të mos jetë punimi i lehtë sepse nuk qëndron ashtu si duhet, pra do t'jetë kështu e shtrënguar. Dhe tani me qenë se është kjo, do vazhdoj të numroj 7 roza deri tek e bardha tjetër, deri këtu. Pra do vë 3 roz, një të bardhë dhe 3 roz të tjera. Dhe do t'a kap me këtë të bardhën këtu. Prandaj vura këto të bardha që të jetë më e lehtë për të punuar. Sepse dhe ndodh që dhe mund të ngatrohemi gjatë numërimi duke qenë se nëse janë të njëjtës ngjyrë, të ngatrojnë. Pra i vura 3 roz, po vë një të bardh dhe 3 roz të tjera.
Pasi I kam vënë 7 copë që duken, do ta vendos tek e bardha, që është kjo këtu, jo kjo këtu pra. Dhe të duket në mënyrë të tillë. Kështu do vazhdojmë të gjithë procesin e punës derisa të arrijë këtu në fillim. Mbaruar pjesën e parë dhe doja t'ju tregoja se si të lidhni fillin. Pra, siç është këtu. Edhe unë e kaloj kështu poshtë rozave. Pra në mënyrë të tillë edhe shtrëngon këtë. Pasi e kam lidhur një herë, vazhdoj të kaloj fillin nëpërmjet rozave të tjera, sepse nuk do prerë. Pra e kam kaluar nga këtu që e lidha, po e nxjerr këtu. Po kaloj 4-5 roza. Edhe këtu nuk është nevoja, nëse doni dhe mund ta lidhni prapë. Por pas çdo lidhje do e kaloni, jo ta prisni direkt, se nëse e prisni direkt, ai fillon të zgjidhet vet edhe ikën e gjithë puna dëm. Pra siç e lidha këtu, e kalova fillin deri këtej dhe pastaj e preva, pra vazhdon të jetë I gjatë filli akoma. Edhe e pret, por kështu nuk prishet, është në rregull. Kjo është edhe pjesa e parë, nuk duket mirë këtu. Kur e ngre kështu, por kur e shtrin është në rregull. Pra siç duket, kjo do vazhdoj të ngrihet në mënyrë të tillë, pra kështu. Edhe unë do vazhdoj të punoj. Pra nga e bardha këtu do kapet tek e bardha këtej me 3 roz anash, domethënë 3 majtas, 3 djathtas dhe të bardhën në mes. Pra siç është ky shiriti këtu, do vazhdoj edhe këtu, nga këtu deri tek e bardha tjetër. Besoj se jam mjaft e qartë. Nuk e di për të gjithë ju që nuk më kuptoni, më bëni pyetje sepse do ju a kthej përgjigje të gjithëve, sapo të kem mundësi. Edhe unë po vazhdoj të punoj këtë ndërkohë. Edhe po ju tregoj kur të shkoj deri në mes. Kjo është pjesa që kam bërë deri tani dhe jam duke vazhduar për këtu lart. Pra duket kështu. Ka të bëj shumë numërimi, prandaj duket në mënyrë të barabartë. Nëse ngatroni sikur një ruaz, nuk të dalë bukur. Kurse tani unë e kam në rregull, sepse siç e thash, radhën e parë bëra gabim. Pra siç duket e kam lënë këtu punën. Edhe do vazhdoj prap, sepse duhet ta mas në bazë të kësaj. Do të mas edhe pjesën këtu poshtë që do ta kap me këtë tjetrën, që ta mbyll pra, se kjo është kështu e rrumullakët nga të dy anët. Edhe do ta mbyll pjesën këtu poshtë që të mos më bjerë I çanta, se këtë do ta vë brenda pra. Edhe I bie edhe pak do. Deri diku këtu do ta bëj, kështu që I bie do dhe një rresht tjetër sipër kësaj. Unë sapo e mbarova këtë pjesën, pra është kaq e gjatë, sepse mata dhe ishte fiks. Kështu. Sepse kjo duhet të jetë për jashta, por unë këto fijet që ngushtojnë këtë do t'i rregulloj, edhe po mendoja të vë perla roz këtu që të kombinohet edhe me çantën. Nuk do bëj shumë, 2 besoj, 2-3. Edhe pra kjo duket kështu, është në formë rrethore.
Por unë tani do bëj pjesën këtu poshtë, bazën, pra që të qëndroj kështu. Mos na bjeri çanta poshtë. Edhe po vazhdoj me bazën, ndërkohë po e lë këtë gati. Shqyr zotit më dolën rozat dhe kam 2 të tilla pa hapur, kam më këtu. Kam edhe këtë që bëra gabim që nuk e kam shthurur ende, që doli kështu. Si ka dalë kjo si qentra. Për ato goca që nuk e din, qentra, besoj quhen, janë ato gjërat me roza që bënin dikur nuset në paj, në pajën e tyre, tani nuk kam parë të bëjnë. Nëse kush po martohet, tani s'po martohet njëri. Nëse vazhdojmë nga puna të martohet kush të doj. Ky është spangua, pra po vazhdoj të bëj vetëm pjesën e bazës poshtë. Në fakt unë mbyllje nuk e kam bërë ndonjëherë. Tek çanta tjetër që kam bërë ka qenë një model tjetër, nuk ka qenë ky modeli që po bëj tani. Përgjithsesi po e bëj sipas mendjes time. Edhe po kap një nga këto të bardhat me spango. Prap në duen 3 roz, një e bardh dhe 3 të tjera roz. Gjithmonë 7 copë, me qenë se unë e nisa me këtë numër. Për të hapë kështu se ndoshta duke tani. Këto do t'i kap tek e bardha këtu. Që të vazhdoj mbyllja edhe e pjesës këtu poshtë. Do ta nxjerr te kjo e bardha këtu tani fillin. Duke qenë se këto janë gati, edhe unë do shtoj vetëm një pjesë treshe të rozave roz, edhe do t'i përziej tek e bardha tjetër, me qenë se janë gjysma për t'i bashkuar, pra mos të bëj 7 roza të tjera. Më besoni është shumë e vështirë për ta shpjeguar me fjalë, se nuk di ç'a të them përveç se vendosim këtu te kjo roza e bardhë ose tek roza. Por duke e parë, duke e bërë edhe ju, besoj se ecnive duke e parë gjën, edhe atëherë kuptoni më mirë. Praktika është ajo që të mëson, se sa do të them unë me fjalë prap ju ngatroj disi. Pra, për ta shpjeguar mos më lidh tani. Ngatrua filli. Jam zëri në përfundim. Kam edhe shumë pak punë. Kjo po mbyllet, më ka mbetur vetëm shumë pak.
Okej, pjesa e mbylljes nuk është se që nga shumë e vështirë. Thjesht shton nga 3 roza, duke e kapur nga të dy anët edhe mbyllet vetë. Mund të ta bëni në mënyrë të drejtë, s'është se thënë ta bëni kështu si romb, si e kam bërë unë të gjithë punimin. Mjafton vetëm të mbyllni pjesën poshtë që mos të pierë çanta. Mbylla dhe pjesën poshtë edhe u bë kështu. Pra një gjë e ngatruar, por që u kap me njëra tjetrën. Edhe doli kështu. Për këtë pjesën kështu që rrivarur mos keni merak se do vi kjo pjesa e dorezës sipër dhe do ta mbaj ajo. Mendoj unë, nuk e di. Tani do rregullojmë këto. Unë po i zgjidh këto që të vendos perla. Po më mirë po vendos perla që të duket bukur, mos t'i ngarkoj më me rozë. Po të vendos një të madhe. Po kjo është shumë e trash këtu dhe se vëdot. Okej, do marrë një gjilpër edhe do t'a vë. Si hapet kjo? Ja, e gjeta. Është kjo që e ka pak të madhe këtë pjesën këtu, po aty duket e vogël. O, inshallah të bëj. Se pasaj do më prishi punë. Unë nuk vendosa këtë perlën sepse këtu nuk kalon të gjilpëra dhe vendosa nga 2 rozë. Edhe tani po i lidh që të mos më dalin. Ndërkohë dhe po i pres pak mos të ngjajnë keq. Tani është e sigurt që kjo më kombinua me çantën që bëra. Sepse kjo është ngjyrë neutrale, shkon me të gjitha ngjyrat e tjera. Por tani që e mësova se si ta bëj, do bëj dhe një çantë tjetër me ngjyrë të verdhë. Por ndoshta e bëj një model tjetër që mos i kem dy njësoj. Do mësoj ndonjë model tjetër dhe do ta bëj. Pra i rregullova dhe këto dhe duket kështu. Tani po e fus këtu që të duket më qartë se çfarë kam bërë. E kam bërë fix. Pra çanta është kjo deri tani. Po bëj edhe pjesën e dorezës që t'ju tregoj dhe përfundimin. Po vë një perl edhe një në ngjyrë rozë për ta kombinuar pak. Sepse këto perlat nuk më shkojnë dhe aq. Por s'kam qa bëj se nuk gjeta të tjera.
kur do dali. Gjithmonë tek pjesa e dorezës duhet të jetë me ruaza më të mëdha se çanta që të bëj diferencën, plus nëse doni mund ta bëni edhe me zinxhir. Duhet ta mas njerë se po ta bëj shumë të gjatë s'tel gjë. Okej, po e vendos edhe nga një roz. Kaq duket mirë. Në fund po vë 3 nga këto. Pra kështu, do vë edhe 2 të tjera këtu. Edhe do ta lë me kaq. Disa nga këto e kanë vrimën e vogël, sepse nuk i kanë bërë mirë te fabrika, si duket. Edhe pak problem. Okej, kaq është shumë në rregull. Edhe pjesa e mbajtjes sapo përfundoi. E kam qepur edhe te këto anash. Kështu duket çanta dhe tani do t'i vë këtë